Edukimi, kujdesi dhe marrja këshillave lidhur me hipertensionin, matjen e sheqerit në gjak, problemet me astmen dhe shumë sëmundje të tjera kronike jo ngjitëse, po bëhen gjithnjë e më të domosdoshme. Kuadër të qendrës kryesore të mjekësisë familjare padyshim që ka një rëndësi shumë të madhe, siç e thash edhe në fillim, për shkak që nuk lejon që sëmundja të vazhdojë më tutje dhe të thellohet akoma më shumë, dhe roli ynë si infermier patjetër që është që të ndikojmë në mirëqenien e këtyre pacientëve dhe të rrisim po ashtu edhe motivimin dhe vullnetin e këtyre pacientëve, duke marrë parasysh se sëmundjet kronike jo ngjitëse janë sëmundje të cilat do ta përcjellin përgjatë jetës pacientin. Tashmë sëmundjet jo ngjitëse do të mund të menaxhohen me mirë fal hapjes së qendrës së dytë këshilluese për menaxhimin e sëmundjeve kronike në qendrën e mjekësisë në Dardani. Kjo qendër u tha se synon të ofrojë këshillim profesional, edukim, parandalim dhe mbështetje për pacientët që përballen me sëmundje afatgjate që kërkojnë trajtim. Edhe kjo është si proces i vizionit tonë për transformim edhe të sistemit shëndetësor në gjithë kryeqytetin, pra në sistemin parësor në kryeqytet, ku kjo është qendra e dytë, ku ofrohet këshillimi, mirë po përveç kësaj tash do të vazhdojmë edhe me qendra tjera në gjithë territorin e kryeqytetit, po ashtu të njëjtën kohë jemi duke punu që këto këshillimore faktikisht të ndodhin edhe nëpërmjet telefonit apo nëpërmjet aspektit digital. Ne veç këshillimoren e parë që kemi hapur vitin e kaluar, kemi pasur diku rreth 1000 pacientë që marrin shërbime. Qëllimi është me pasur përmendje edhe kryetari çdo qendër këshillimore të tilla, përmes tyre ne arrijmë që qytetarët që kanë këto sëmundje kronike, të cilat do t'i kanë gjatë gjithë jetës, me vetë menaxhu, me ndihmu, me vetë menaxhu. Projekti u mbështet nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim. Qendra parë këshilluese për menaxhimin e sëmundjeve kronike jo ngjitëse ndodhet në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Lagjën Qafa.